Tragedi në Ferizaj, foshnja lind në tualetin e emergjencës, por humb jetën më pas. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka nisur hetimin për një rast që e ka cilësuar si vrasje e foshnjës gjatë lindjes, që ka ndodhur në emergjencën e Ferizajt. Sipas policisë, një paciente ka shkuar në emergjencë rreth orës 19 të martën dhe siç thuhet në tualetin e emergjencës kishte lindur foshnjën e saj. Por një burim brenda spitalit të Ferizajt ka thënë se pacientja ka shkuar me ankesa për kapslëk, probleme me zor dhe gjakderdhje dhe ka kërkuar të shkojë në banjo. Burimi ka thënë se ajo është mbyllur në banjo dhe e ka kryer lindjen. Kur e kanë hapur derën e kanë parë foshnjën në shport, menjëherë e kanë dërguar lart dhe atje kanë bërë reanimimin, por pa sukses, ka thënë burimi. Sipas burimit, foshnja ka qenë e lagur dhe në hipotermi me temperaturë në 32 gradë, tonet e zemrës në 100 e oksigjenin në 60. Sipas burimit, pacientja ka thënë se nuk e ka ditur që është shtatzën dhe se ka pasur cikël menstrual, por nuk ka dhënë detaje për gjendjen e saj. Burimi ka thënë se sipas neonatologes, foshnja ka qenë në termin të lindjes dhe me peshë trupore rreth 3 kg. Në raportin e policisë thuhet se e dyshuara është në trajtim mjekësor në spitalin ginekologjik të Ferizajt, ndërkohë që foshnja thuhet se është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Me vendim të prokurorit, foshnja është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion, për procedura të mëtejme hetimore, derisa e dyshuara ndodhet në spitalin e ginekologjisë në Ferizaj për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, ka njoftuar policia. Ndërkohë prokuroria themelore në Ferizaj ka inicuar rast në drejtim të veprës së njëjtë, vrasje e foshnjës gjatë lindjes. Prokuroria themelore në Ferizaj është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e të gjitha rrethanave të rastit në fjalë, njoftoi prokuroria. EÇKUK-ja ka dhënë detaje shtesë për rastin. Pacientja është paraqitur në spital me ankesa për obstipacion dhe në një moment ka hyrë në tualet duke e mbyllur derën. Pas insistimit dhe presionit nga stafi mjekësor, të cilët kishin dëgjuar zërin e një foshnjeje, dera është hapur. Nëna kishte prerë kordonin umbilikal të foshnjës dhe e kishte hedhur atë në koshin e mbeturinave, në gjendje të rëndë dhe hipotermike, thuhet në njoftimin e ÇKUK-s. ÇKUK ka njoftuar tutje se menjëherë janë ndërmarrë masat emergjente për trajtimin e nënës dhe foshnjës, të cilat janë transferuar në repartet e ginekologjisë dhe neonatologjisë dhe se ekipi multidisiplinar, me përfshirjen edhe të anesteziologut, ka filluar menjëherë të gjitha procedurat reanimatore. Foshnja është pranuar në gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme reanimatore nga ekipi multidisiplinar i spitalit. Pavarësisht përpjekjeve maksimale dhe trajtimit intenziv nga personeli mjekësor, foshnja ka ndruar jetë. Në procedurë janë përfshirë edhe inspektorët shëndetësor dhe ekspertiza mjekoligjore.